Festa Kurban Bayramit është një nga festat më të rëndësishme për besimtarët e fesë islame, e cila karakterizohet me besim të palekundër të Zotit dhe gatishmëri për sakrificë. Kryemami i Bashkësisë Islame në Gjakov, Visar Koshi, tha se falja e namazit të Kurban Bayramit bëhet në të gjitha xhamitë e Kosovës 45 minuta pas lindjes së diellit, saktësisht në 5:35 minuta. Zakonisht tek ne, tek Kosovë, caktimi i orareve bëhet sipas lindjes së diellit, domethënë 45 minuta pas lindjes së diellit, që i bie saktësisht falja e Kurban Bayramit në ora 5:35 minuta. Pra ky orar vlen për të gjitha xhamit, jo vetëm për këtë xhami, por për të gjitha xhamit e Kosovës. Kurban Bayrami karakterizohet si festë e humanitetit ndaj të tjerëve duke bërë shpërndarjen e mishit të kurbanit. Kurbani është një lloj sakrifice që jepet tash në këtë rast, por jo vetëm për ta falendëruar Zotin në këtë rast, por edhe për të treguar vlerën humane ndaj të tjetrit, domethënë ndaj familjes, ndaj shoqënisë, ndaj fëmijëve e kështu me radhë. Kështu që Kurbani e ndërlidh pak a shumë edhe të kaluarën historike, po edhe të tashmen e cila sigurisht simbolizon këtë afërsi me Zotin. Sot ndërkaq edhe dita e Arafatit është e rëndësishme për gjithë muslimanët, sidomos për haxhin. Sot është edhe dita e Arafatit që i themi ne, që janë të gjithë haxhinit edhe të Kosovës atje, të gjithë shqiptarët, po edhe të krejt botës. Në mesin e tyre janë edhe 40 haxhin nga komuna jonë e Gjakovës. Ata lutën edhe për vetë, edhe për familjen, edhe për ne, shpresojmë tek i Madhi Zot që t'ju pranoj. Ndërsa në anën tjetër, nesër, meqense është edhe festa e Kurban Bayramit, ne në lutjen tonë të përbashkët i ftojmë gjithë besimtarët të marrin pjesë ata të cilët kanë mundësi dhe të vazhdojnë traditën e tyre siç e kanë pasur edhe më herët, me shumë vizita edhe dashuri, harmoni mes vete. Kryemami Visar Koshi, duke uruar besimtarët për festën e Kurban Bayramit, pohoi se Bashkia Islame në Gjakov gjatë paraditës së nesërme do të presë edhe vizita.